Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka theksuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti mban përgjegjësinë historike për shkatrimin e karakterit multietnik dhe demokratik të shoqërisë në Kosovë dhe se ai nuk është një lider modern evropian, por një etnonacionalist që dëshiron të eliminojë ndikimin e komunitetit serb dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë me çdo mënyrë të mundshme. Në një intervistë për NIN, Đurić deklaroi se Kurti po zbaton vazhdimisht programin e partisë të tij, i cili synon të bashkojë territoret etnike shqiptare në sundimin shqiptar dhe të zhduk nga Kosova institucionet e popullit serb që ekzistojnë qindra vjet, siç është Kisha Ortodokse Serbe. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka mbërritur në Washington për një takim me presidentin amerikan Donald Trump. Vizita e Rutte në Amerikë erdhi 2 ditë pas qëndrimit të tij në Bosnë dhe Hercegovinë dhe Kosovë. Aleanca e Atlantikut të Veriut njoftoi dje se gjatë vizitës së tij Rutte shprehu përkushtimin e NATO-s për stabilitetin e rajonit dhe për sovranitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Bosnës dhe Hercegovinës. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është liruar nga parobërgimi në Hag për një ditë për të vizituar babain e tij, i cili prej kohësh është në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjykata ka mbajtur plotësisht të fshehtë vendimin pasi sipas prokurorisë Thaçi ka ndikim të madh politik në Kosovë. Mbrojtja Thaçi tashmë 2 herë ka kërkuar lirimin e përkohshëm të Thaçit për të vizituar babain e tij, por gjykata ka refuzuar të dyja kërkesat e mëparshme. Thaçi është në gjyq për krime lufte në Hag dhe së fundi u akuzua edhe për pengimin e drejtësisë. Miloš Pavković, bashkëpunëtor në Qendrën për Politika Europiane, thotë se nuk është e paligjshme që Nenad Rashić nuk është zgjedhur me votat e pakicës serbe, por është problematike nga aspekti i legjitimitetit të përfaqësimit. Marko Blažić nga Qendra për Stabilitet Social thotë se ligji zgjedhor duhet të ndryshojë urgjentisht në mënyrë që vetëm votat nga komunat ku serbët janë shumicë të merren parasysh për vendet e garantuara për komunitetin serb. Analisti politik Artan Muhaxhiri konsideron se nga pikpamja morale është e gabuar që pjesëtarët e një kombësisë të votojnë për anëtarët e një kombësie tjetër. Lëvizja vetëvendosje synon të formojë qeverinë e re dhe deri më tani disa deputet të arshëm të partive të pakicës jo serbe në mbështetjen e të cilëve po llogaritet vetëvendosja kanë vendosur kushte për bashkëpunim. Njohësi politikës Mazlum Baraliu thotë se kërkesat e partive jo shumicë do të pajtohen për një qeveri të vetëvendosjes, vetëm e pakica do të jetë e përkohshme, qoftë e brisht apo e qëndrueshme, do të zgjasë deri në zgjedhjet e presidentit të ri të Kosovës vitin e ardhshëm, tha Baraliu. Sami Kurteshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga vetëvendosja, ka ofenduar gazetarët në qendrën e numërimit dhe rezultateve duke i quajtur media kriminale të vrasësve me pagesë. Lidhur me incidentin ka reaguar Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës duke dënuar veprimet e Kurteshit dhe duke bërë thirrje vetëvendosës që të përmbahet nga ofendimet e përfaqësuesve të mediave, ndërsa drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftara, i vlerëson se sa më shumë që Albin Kurti bjen në panik për humbjen e pushtetit apo privilegjeve, aq më shumë urdhëron sulme të orkestruara në mediat dhe kushdo që guxon të kritikojë ose zbulon korrupsionin. Disa dhjetra qytetarë të Mitrovicës së Veriut ju përgjigjen sot thirrjes së një grupi studentësh për të mbajtur 15 minuta heshtje për të nderuar viktimet e shembjes së strehes në Novi Sad. Ashtu si në javët e kaluara, tubimi u mbajt në qendër të Mitrovicës së Veriut dhe të pranishëm njoftuan se shtunën do të sigurohet transporti për ata që duhen të bashkohen protestës së studentëve në Beograd. Inspeksioni ka ndërprerë punimet që kanë filluar të hënën e sheshin Gjergj Bush në Prishtinë dhe ato nuk do të vazhdojnë deri të miratohet projekti nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve.
Rekonstruksioni planifikuar kushton më shumë se 18 milion euro dhe ka përfshirë shtirjen ku ndodhet hoteli Grand Rektorati i Universitetit e Prishtinës, biblioteka kombëtare dhe objekti i Radio Kosovës, të cilat kanë statusin e monumentit, prandaj kërkohet miratimi i cili nuk është marrë para fillimit të punimeve. Moti në Serbi të premten do të ndrohen intervalet me diell dhe vranësira, ndërsa në veri nga fundi i ditës dhe në mbrëmje priten rreshtje me rrebesh dhe shtrëngata. Do të jetë shumë i ngrohtë me erë mesatare deri fort jugore dhe juglindore. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 3 deri në 12, kurse ajo më larta ditore prej 18 deri në 24 gradë Celsius.